Ngjarjet që po zhvillohen brenda shtëpisë së famshme vijojnë të dominojnë vëmendjen e publikut duke e kthyer shtëpinë më të famshme në Shqipëri në epiqendrën e diskutimeve. Së fundmi banorët janë afruar edhe më shumë me publikun përmes një programi radiofonik, i cili transmetohet drejt për drejt nga ambientet e shtëpisë. Përmes bisedave të hapura dhe momenteve spontane, ata kanë premtuar rrëfime ekskluzive dhe surpriza të shumta për dëgjuesit. Në episodin e fundit, protagonistët janë finalistët, të cilët pritet të zbulojnë më shumë detaje nga eksperjenca e tyre unike në këtë format. Emisioni moderohet nga një prej figurave të dashura të ekranit, Heidi Baçi, duke bërë këtë episode dhe më tërheqës për të gjithë. Pa humbur kohë, ajo e ka pyetur Mateon nëse e priste që të arrinte deri këtu. Duke menduar fillimet e mia nuk e prisja, duke afruar fundit deri diku e prisja, sepse vetë banorët e shohim këtu kush ka debatet më të forta. Në vijim të bisedës, moderatora e pyeti nëse kishte hyrë në shtëpi me strategji apo thjesht për të sfiduar veten. Asnjë lloj strategjie. Jam një tip që më pëlqen të sfidoj veten. Kjo sfidë është sfida më e madhe që kam bërë. Unë kam hyrë për të jetuar këtë eksperiencë, jo si disa persona. Është Mateo Borri 100% real. Ai theksoi gjithashtu se energjia negative brenda shtëpisë shpesh e ka penguar të tregojë plotësisht pozitivitetin e tij. Ata që më njohin nga jashtë e dinë që pozitivitetin tim nuk e kam treguar dot për energjisë negative. Nga ana tjetër, Heidi vuri në duke se ky format shpesh i zmadhon anët më të vështira të karakterit. Varet si interpretohet, unë parë se të hyja e njeh shumë mirë veten time, si karakter dhe si përballje me sfidat. Por këtu jemi përballur me situata që jashtë nuk do t'i përballonin kurrë. Unë përpiqem të evitoj njerëzit negativ. Kam parë hipokrizi që është e pamundur të mos e luftoj, deklaroi ai, duke zbuluar më shumë për jetën e tij. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.